Ishte një mbrëmje e zakonshme në sallonin e shtëpisë, por tensioni kishte nisur të ndiej në ajër që nga mesdita. Alba dhe Benita kishin filluar një debat të mprejtë, një grindje që u zhvillua fillimisht me fjalë, por që me kalimin e kohës u ndez aq shumë sa të gjithë banorët e shtëpisë e ndjen tensionin e saj. Në një moment kulmor, kur emocionet e nxehta nuk po mund të mbaheshin më, Alba u kthye papritur dhe e tërhoqi Benitën për flokësh. Tingulli i tërheqjes dhe thirrjet e tyre mbushën sallonin, duke tronditur qetësinë e mbrëmjes. Banorët e tjerë, të habitur dhe të shqetësuar, u përpoqën t'i ndajnë në mënyrë të veçantë, duke u përpjekur të mos lejonin që situata të shpërthente më tej. Secili banor qëndronte me zemër të rrahur, duke matur çdo hap që merrte, ndërsa tensioni vazhdonte të rritej. Ndërkohë, Dolce, që kishte vënë re eskalimin e konfliktit, u hodh në mes për të ndërhyrë. Me trupin e saj si barrierë, ajo përpiqej të krijonte hapësirë dhe të qetësonte situatën, duke folur me zë të qetë dhe vendimtar. Mjaft. Duhet të ndalojmë këtu. Megjithatë, emocionet e Alba dhe Benitës ishin kaq të forta sa që as ndërhyrja e Dolce nuk dukej se po funksiononte menjëherë. Në këtë çast të tensionuar, Benita përmendi limin, një detaj që në dukje mund të dukej i çuditshëm për të tjerët, por që për të kishte një kuptim të veçantë. Mund të ishte një aluzion për një situatë të mëparshme, një metaforë e vogël që nxiste emocionet e saj, ose një përpjekje për të thënë diçka që e ndihmonte të përballonte tensionin. Për të gjithë të tjerët, fjala tingëllonte e çuditshme, por për momentin ishte pjesë e shpërthimit emocional që mbushte sallonin. Gjatë gjithë kësaj kohe, salloni ishte një rrëmujë e vogël njerëzish që përpiqeshin të qetësonin njëra tjetrën, të shihnin se kush mund të ndihmonte dhe kush thjesht po qëndronte në vend, duke vëzhguar ngjarjen. Frymëmarrjet e shpejta, tingujt e tërheqjes së flokëve dhe zërat e shpërthyera krijonin një atmosferë dramatike që dukej se